një monedhe rrallë antikitetit, statër, prodhimi viteve 350-300 para Krishtit, me kalin fluturuese një Renan, Pegasusin, si dhe Athinan me helmet në kokë në faqen tjetër të monedhës, ka dalë në shitje rreth 2 javë më parë në San Marino. E veçanta kësaj monedhe ka se mbi të duket i pasur mbi shkrimi i prodhimit dyrrahjum. Pra është një monedhe lashtë, e cila ka patur të tjera vende origjine, ndërsa në këtë rast monedha tregon origjinën ilirike e dursake. Monedha rrallë ka dalë në shitje në San Marino, në ankandin e organizuar nga shtëpia ankandit Nomizma në rrugën Strada Bulumina 6, në Serravalle. Monedha sipas editimit të shtëpisë ankandeve është prej argjendi dhe ka peshën 850 gram. Origjina monedhës deri në ankand mbetet enigmë, po ashtu dhe se ku ka përfunduar për shkak të privatësisë së informacionit. Po ashtu dhe çmimi i saj. E rëndësishme është se këtë radhë monedha e njohur ka një adresë të plotë se ku është prodhuar dhe organizatorët e ankandit e kanë theksuar se monedha është ilirike nga dyrrahjumi. Monedha të një lloji të njihen të kenë dalë në edhe ankande të tjera të numizmatikës, por njihen me vendlinje të ndryshme. Një rast tjetër paraqitet një monedhë afërsisht e njëjtë, për të cilën megjithse nuk ka si mbishkrim në të, organizatorët e tjerë ankandit e kanë shënuar si të prodhuar në Akarnani. Pamjet duken shumë të parafërta dhe krahasuar me peshën pothuajse të njëjtë. E Durrësit peshon 8.50 gram, e Akarnanis 8.39 gram. Megjithatë tek monedha enigmatike e Akarnanis ka një shkrim poshtë këmbëve të Pegasusit, të cilat bëjnë me dije se është prodhuar po në Durrës, për shkak të shkronjave D dhe R. Dhe realisht monedha të tilla në Durrës janë gjetur shumë, por nuk e dim se si i kanë emërtuar. Në këtë rast duhen falenderuar mbase specialistët e ankandit Nomizma të San Marinos për adresimin e plotë të vendit të prodhimit monedhës, kaq të shmuar për historikun e qytetit tonë, të cilën shpesh na kanë vjedhur.